Që jemi mbledh këtu me një rast gëzimi edhe feste me rastin e perurimit të rrugës mbi 8 kilometra me një kosto mbi 1 milion euro, një rrugë që lidh fshatin Topil me fshatin Petrov dhe me gjithë komunën e Shtimës përmes fshatit Petrov, një rrugë që është dashur që herët edhe është prit prej banorëve të fshatit, sidomos mas luftës. Kjo rrugë, siç e dim, ka nis para 8 vitesh e asnjëherë nuk është kry. E kësaj radhe kemi prit 8 vite e kemi kry për 8 muaj. Besoj që jeni dëshmitar që në fillim të shkurtit e kemi nis edhe tashti po e perurojmë. Unë e falenderoj Ministrinë e Infrastrukturës, Ministrin Libor Naliu, Ministrin Hysen Durmishi, po ashtu edhe Qeverinë e Republikës Kosovës, që në bashkëpunim me komunën e Shtimës kemi arrit me ndërtu këtë rrugë që do të jetë rrugë që do t'i lidh gjitha fshatet e Malësisë, do ta lidh komunën e Shtimës me komunën e Ferizajit dhe në këtë mënyrë banorët autokton e të lashtë të këtyre viseve që në mungesë të infrastrukturës është dashur mi braktisë vendin e tyre shekullor, po i rikthehen vendbanimeve tyre edhe në këtë mënyrë jo vetëm që po i rikthehen vendbanime dhe vendlinjes, po kjo rrugë do të hapë edhe zhvillim edhe zhvillimin e bizneseve, të agroturizmit, blegtorisë edhe shumë fusha tjera. Sot jemi mbledhur këtu për të shënuar një moment të rëndësishëm për fshatin tonë. Rruga jonë e cila u nis para 8 vite ka qenë një ëndër dhe nevojë ka mëshme për secilin prej nesh. Sot qëndroni përfunduar e gatshme për të shfrytzuar për të gjithë ne dhe brezat që do të vinë pas nesh. Në emrin tim dhe në të dy përfaqësuesve të lagjeve zotëri Bajram Ramall dhe zotëri Liman Muhadini, të cilët janë këtu me ne dhe të cilët gjatë gjithë viteve kanë dhënë kontribut të çmuar dhe të vazhdueshëm për të mirën e fshatit tonë. Kontributi ynë është sot i dukshëm dhe i rëndësishëm për fshatin tonë, të gjithë banorëve të fshatit Topil. E posaçërisht zotëria Rasim Rashani nga fshati Greqçevs, dua t'ju falenderoj që treguat mirëkuptim dhe dhat pronën tuaj pa kompensim për të mirën dhe të armën e fshatit tonë. Ju keni bërë një vepër që nuk harrohet dhe që do të përmendet me respekt ndër vite.